A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Falëndrimi dhe lavdërimi I plotit takojnë Allahut të madhruar. Lavdia dhe bekimi I tij qofshin mbi të dërguarin e fundit, të Allahut Muhammedin, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë thartë e tij. Të nderuar shikues, takohemi me emisionin e radhës nga emisionet e fjalës së bukur. Në këtë emision do të fillojmë të flasim për kushtet e kësaj fjale madhështore, për kushtet e fjalës la ilaha illallah, nuk ka të adhuruar me merit përpos Allahut subhanahu wa ta'ala. Kemi përmendur qysh në fillimin e këtyre emisioneve se fjalën e Wahb ibn Munabbihit, një dietari të madh të gjeneratës së dytë të muslimanëve, një tabiin, I cili ka thënë se fjala la ilaha illallah është çelësi I xhenetit. Dhe është e vërtetë, sepse me këtë fjalë hyhet në xhenet. Ashtu siç hyhet në islam me këtë fjalë. Do të thonë, çelësi I hyrjes në islam është fjala la ilaha illallah. Prandaj kjo fjalë duhet patjetër të shqiptohet, mirë po duhet edhe të kuptohet dhe të jetohet sipas saj. Pra është një çelësi I rëndësishëm me cilën hyn në fe dhe një çelësi I rëndësishëm me cilën hyn në xhennet. Dhe ky përngjasim I fjalës së bukur, fjalës la ilaha illallah me çelësin është shumë interesant dhe shumë preciz, është I saktë krahasimi. Për arsye se ashtu sikurse çelësi ka dhëmbët e tij, siç ka thënë Hasan el-Basriu. Për ta hap derën, çelësi duhet me I pas dhëmbët e përshtatshëm të drinit. Njëjtë edhe kjo fjalë ka kushtet e veta. Është fjalë shumë e vlefshme, shumë madhështore, shumë kuptimplote, shumë e rëndësishme, mirëpo ka disa kushte të cilat janë në pozicion sikurse dhëmbët që janë për çelësin. Do të thonë ka kushte kjo fjalë. Këto kushte duhet t'i realizojmë në jetë. Shpesh herë njerëzit kur ndëgjojnë këto gjëra mendojnë se ata nuk janë I thartë të kësaj fjale. Për arsye se teoretikisht nuk din t'i renditin këto kushte. Nuk është ky qëllimi. Nuk është qëllimi, megjithse nëse dikush I di t'i rëndit dhe t'i përmend të gjitha kushtet e fjalës la ilaha illallah, t'i argumentoj ato, kjo është, më thonë, një plus më tepër, është një mirësi, është një favor. Mirë po, e rëndësishme është që çdo kush, çdo I thar I fjalës së bukur, duhet t'i ketë në vetvete, në zemrën e tij, në mendjen e tij, këto kushte për të arritur të plotësoj dhe të përfitoj nga fjala e bukur. Dietarët kanë përmend kushtet kryesore, normalisht të nxjerra nga fjala e Allahut dhe nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Më thënë, po e përsëris se fjala e bukur është një fjalë me peshë shumë të madhe. Mirë po kjo peshë nuk mund ta marrim këtë rëndësi, këtë madhështi, këtë vlerë. Kjo fjalë ka një peshë të madhe. Mirë po këtë peshë nuk mund ta marrim dhe të përfitojmë prej saj. Nuk mund ta shohim në jetën praktike nëse nuk plotësohen kushtet e kësaj fjale. Sepse këtë fjalë për shembull dikush mund ta thotë pa e besu. Këtë fjalë dikush mund ta thotë duke e citu fjalën, jo duke e besu. Në këtë rast nuk është thjesht artikulimi I kësaj fjale me gjuhët tona, nuk përfitojmë nëse nuk e dim se çka jemi duke thënë. Ose dikush për shembull e thotë e përsërit, mirë po pa e ditë se çka është duke thënë. Kretë këto janë pengesa për me përfitu nga vlera e madhe e fjalës së bukur. Andaj dietarët kanë përmend
se kushtet e fjalës la ilaha illallah janë 7 ose 8, megjithse kushti i 8 është sqarim dhe mund të nënkuptohet nga kushtet e para, ato janë dituria, bindja, çiltërsia në synim, pranimi i kuptimit të kësaj fjale, nënshtrimi ndaj kësaj fjale, dashuria ndaj kësaj fjale dhe sinqeriteti. Ndërsa kushtin e 8, që disa dietarë e shtojnë dhe disa nuk e shtojnë për arsye se nënkuptohet nga kushtet paraprake, është mohimi i të adhuruarve të tjerë përpos Allahut, ose siç quhet mohimi i tagutit. Tash do të ndalemi dhe do të flasim në këtë emision pak në mënyrë më të zgjeruar për kushtin e parë dhe do të mundohemi që çdo kushtit t'ia kushtojmë një emision të tërë, më thënë për të qenë më e qartë secili kusht, sepse pa këto kushte, më thënë është e pamundur që ti të përfitosh, është e pamundur që ti t'jesh i tharë i kësaj fjale, ti duhet ta dish. Ti duhet ta dish se çka është kjo fjalë, çka e duhet thënë, çka e duhet deklaru. Pse është kaq e rëndësishme kjo fjalë? Pse e ka shpërblimin kaq të madh dhe vlerën e madhe dhe peshën e madhe. Pra kushti i parë është dituria. Që nën kupton ta dish, më thënë, kuptimin e kësaj fjale. Kur thua ashhadu an la ilaha illa Allah, ti duhet ta dish çka je duke deklaru. Duhet ta dish çka je duke deklaru. Për çka thot Allahu subhanahu wa taala për diturinë. Do të normalisht ne kur themi se dituria, njohja e kësaj fjale, ose me pas dituri për ato se çka nënkupton krejt kjo fjalë, do të them se këto kushte janë marrë nga Kurani dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu i madhruar në Kur'an: "Fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Wastaghfir li dhanbika walil mu'minina walil mu'minat." Që thot, pra ky është argumenti themelor nga i cili është nxjerr kushti i parë i fjalës së bukur, gjegjesisht i fjalës la ilaha illallah. Që thot, dije se nuk ka Zot që meriton të adhurohet përpos Allahut. Pra dije se Allahu është i vetmi Zot që meriton të adhurohet. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Wastaghfir li dhanbika. Dhe kërko falje për mëkatin tënd. Walil mu'minina walil mu'minat, dhe për mëkatet e besimtarëve dhe besimtareve. Pra këtu Allahu i madhruar urdhëron, është një urdhër, është një imperativ, na urdhëron që ne të kemi dituri të dim se Allahu është Zoti i vetëm që meriton të adhurohet. Më thënë. Dhe atë nëpërmjet formulës që është përmend në vetë fjalën e bukur, duke mohuar çdo shenjtëri tjetër ose çdo të drejtë për t'u adhuruar përpos Allahut, përpos të drejtës që i takon Allahut, dhe duke e pohuar këtë gjë vetëm për Allahun. Pra e mohon adhurimin si një e drejtë që mund t'i përkas dikujt tjetër përveç Allahut, dhe e pohon të njëjtën vetëm për Allahun. Më thënë, duhet me kuptu këtë gjë, se paska brenda fjalës së bukur, paska një mohim të skajshëm dhe një pohim shumë të veçantë që i përket Allahut subhanahu wa ta'ala. Nëse ta ilustrojmë këtë me një shembull për të kuptuar se disa njerëz të cilët ndoshta e kanë thënë shahadetin, mirë po mendojnë se edhe zotra të tjerë ka mundësi të ekzistojnë dhe njerëzit e ndryshëm i thartë, më thënë, feve tjera kanë të, më thënë, janë në rrugë të drejtë nëse ata adhurojnë dikën tjetër përpos Allahut. Ai faktikisht nuk e ka pohuar fjalën e bukur, se fjala e bukur
më thonë mohon adhurimin e tjetër kujt përpos Allahut dhe pohon këtë gjë për adhurimin vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Dhe ne këtë gjë duhet ta dimë. Ne që jemi i thartë të fjalës la ilaha illallah, i thartë të fjalës së bukur, këtë gjë duhet ta dimë. Nuk është patjetër dikush ta di ta zbërthej me argumentet e Kur'anit dhe Sunetit dhe ta sqaroj ndoshta 40-50 minuta rëndësinë e diturisë. Jo, nuk është kjo e kërkuar, mirë po secili duhet ta ketë në vetdijen e tij se ai i cili meriton të adhurohet dhe është i vetëm në këtë gjë, i denjë i vetëm, është Allahu subhanahu wa taala. Dhe sa adhurimi i idhujve, njerëzve, putave të ndryshëm, zotrave të ndryshëm, ideologji të ndryshme, thënë gjërave abstrakte, kretë këto, në me thonë, janë adhurime të kota. Dhalike bi anna Allahe hua al-haq, thotë Allahu, Allahu është vetëm Allahu është i vërteti. Wa anna ma yad'un min dunihi al-batil, hua al-batil. Dhe ata që lutën përpos tij është i kotë. Pra, këtë dituri duhet ta kemi ne si i thartë të fjalës së bukur. Këto njohuri, këto informacione duhet të kemi kur e themi fjalën la ilaha illallah. Pra jemi duke pohuar dhe duke mohuar diçka. Pra jemi duke pohuar se vetëm Allahu subhanahu wa taala është Zoti që meriton të adhurohet. Dhe ky është një urdhër nga Allahu subhanahu wa taala. Është një urdhër kuranor që është përmend, domethënë në surën Muhammed. Në surën Muhammed, ku thotë Allahu subhanahu wa taala, ajeti 19, fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Dije se Allahu është një. Si ta dim? Dije se ti duhet mohosh çdo lloj adhurimi që drejtohet dikujt tjetër përpos Allahut dhe ta pohosh këtë gjë vetëm për Allahun e madhëruar. Thotë Allahu subhanahu wa taala në një ajet tjetër kuranor. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Ndërmjetësimin, shefatin nuk e kanë në dorë ata të cilët lusin dikën tjetër përpas Allahut. Ata që adhurojnë dikën tjetër përpas Allahut nuk do të kenë mundësi të ndërmjetësojnë te krijuesi për dikë. Illa men shahida bil haqqi, përpos atij që dëshmon të vërtetën. Dietarët e tefsirit kanë thënë, ai që dëshmon të vërtetën është ai i cili e thot fjalën la ilaha illallah. Ai do të ketë të drejtë nga Allahu që të ndërmjetësoj ditën e Kiametit për dikë. Wa hum ya'lamun. Ata që dëshmojnë të vërtetën, do të thonë e thon fjalën la ilaha illallah, wa hum ya'lamun. Dhe ata kanë dituri. A thu vallë, për çka kanë dituri? Ata kanë dituri për atë që e dëshmojnë. Ata e dinë fort mirë se çka janë duke dëshmuar. Kjo krejt neve na bën që të jemi syçel dhe të interesuar dhe të mësojmë secili prej ne, secili musliman, se çka jemi duke pohu kur e themi fjalën la ilaha illallah. Çka jemi duke dëshmuar? Nëse ne jemi të vetëdijshëm çka jemi duke thënë, çka jemi duke pohu, atëherë jemi të ditur, atëherë kemi plotësuar kushtin shumë të rëndësishëm për qenë i thartë të fjalës së bukur, i thartë të fjalës la ilaha illallah, sepse ne e dim se çka do me thënë kjo fjalë. Ne e dim dhe atëherë, më thënë, i merr privilegjet e tua, mirësitë, vlerën, shpërblimin e kësaj fjale, sepse ti je i tharë i kësaj fjale. Ndërsa nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është një hadith që e transmeton Uthmani radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë men mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illa Allah dakhala al-janna. Kush vdes dhe ai e di se nuk ka zot që meriton të adhurohet përpos Allahut, e di këtë gjë, ai do të hyjë në xhenet. Këto janë tre argumentet bazë të Kur'anit dhe Sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që tregojnë se dituria është kushti i parë i fjalës së bukur. Nëse dikush e citon fjalën e bukur, mirë po nuk e di se çka është duke po. Nuk themi se është i tharë i kësaj fjale dhe ka
përfituar. Pra ne duhet ta pohojmë atë që e kanë pohuar të gjithë pejgamberët e Allahut. Të gjithë pejgamberët e Allahut në tokë tek njerëzimi erdhen për ta përçuar nga krijuesi këtë mesazh deri tek njerëzit. Se duhet mohohet adhurimi çdo kujt tjetër përpos Allahut. Ai është la ilahe. Dhe të pohohet, të deklarohet me pohim se adhurimi takon vetëm Allahut subhanahu wa taala. Këtë gjejmë te të gjithë pejgamberët e Allahut subhanahu wa taala. Për shembull, kemi ajetin kuranor ku Allahu subhanahu wa taala thotë: "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Para thotë Allahu i madhro, nuk kemi dërguar para teje ndonjë të dërguar, ndonjë pejgamber, e të mos i shpallim atij se nuk ka Zot që meriton të adhurohet përpos meje, andaj mua më adhuroni. Thotë Allahu subhanahu wa taala kur flet për Nuhin alayhis salam, për Hudin dhe për Salihin, 3 profetë Allahu subhanahu wa taala të vjetër. Çka i thanë ata popujve të tyre? Ja qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. O popullim, adhuroni Allahun se ju nuk keni Zot tjetër për të adhuruar përpos tij. Të njëjtat fjalë janë të shprehura dhe të fjala e bukur. Pra ky që ka motoja e mesazhi kryesor i të gjithë pejgamberëve të Allahut subhanahu wa taala. Ne duhet ta dimë këtë, se gjithë pejgamberët erdhën me një mesazh. Cili është mesazhi? Është mesazhi që është shprehur në fjalën e bukur, në fjalën la ilaha illallah. Çka do të thonë fjala la ilaha illallah? Pra të mohosh çdo adhurim tjetër përpos Allahut, që i drejtohet dikujt tjetër përpos Allahut, dhe ta pohosh të vërtetën se adhurimi takon vetëm Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wajtanibu at-taghut." Kemi dërguar te çdo popull pejgamber. Me çka? Adhuroni Allahun dhe largohuni nga taguti, që është dikush tjetër Zot i pavërtetë i cili thret në adhurimin e vetvetes. Thot Allahu subhanahu wa taala për Ibrahimin alayhis salam: "Wa idh qala Ibrahimu li abihi inni wa qaumihi inni bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un." Kur Ibrahimi i tha popullit të tij dhe babait të tij, babait dhe popullit të tij: "Unë distancohem nga ajo që ju e adhuroni." Pa kjo është mohimi i adhurimit dikujt tjetër përpos Allahut. Përpos atij i cili më krijoi, kjo është pohimi. Kjo është pohimi. Ai do të më udhëzoj. Dhe këtë e bëri një fjalë që mbetin tek pasardhësit e tij. Pra fjala la ilaha illallah që ka mbetur do të mbetë deri ditën e Kiametit. Dhe për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Zoti yt ka dhënë urdhër të prerë që të mos adhurohet askush tjetër përpos tij. Ky është kuptimi i fjalës së bukur. Do të thonë kjo ajet i drejtohet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ose thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Wa la tushriku bihi shay'a." Adhuroni Allahun dhe mos ja shoqëroni në adhurim atij dikë tjetër. Gjithashtu edhe kjo është kuptimi i fjalës së bukur. Pra të gjithë pejgamberët, duke shkuar nga ato ajete kuranore ku në formë të përgjithshme përmendet fakti se vetëm çdo pejgamber e ka thirrë popullin e tij në kuptimin e fjalës së bukur. Pastaj pejgamberët e lashtë, të vjetër, parahistorik, siç është Nuhi alayhis salam, Hudi, Salihi alayhis salam. Pastaj pejgamberët sikur Ibrahimi alayhis salam, pejgamber deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, të gjithë kanë thirrë në këtë kuptim dhe ti këtë kuptim duhet me ditë. Duhet me pas njohuri, duhet me ditë se çka je duke dëshmuar nëpërmjet fjalës së bukur. Nëse këtë e di, pra se duhet të mohosh adhurimet. Besosh se adhurimet që i bëhen dikujt tjetër përpos Allahut janë të kota dhe se adhurimi duhet i drejtohet vetëm Allahut subhanahu wa taala me të gjitha format e tij, atëherë ke plotësuar kushtin e parë të rëndësishëm të fjalës së bukur, diturin. Diturin, do të thonë që është një urdhër i Allahut subhanahu wa taala. E si arrihet deri te njohuria? Si arrihet deri te njohuria se Zoti është Allahu është Zoti vetëm që meriton të adhurohen? Ka, domethënë, disa mënyra për të cilat do të flasim pak më gjerësisht në pjesën e dytë të emisionit pas një pauze, ashtu siç ka përmendur dietari i madh Abdulrahman Es-Saadi në tefsirin e tij, Allahu e mëshiroft. Bismillahirrahmanirrahim.
Të nderuar shikues, kthehemi në studio për të vazhduar emisionin ton që ka të bëjë me sqarimin dhe zbërthimin e kushtit të parë të rëndësishëm të fjalës së bukur që është dituria. Thot dietari i mirënjohur Abdurrahman Saadi, Allahu e mëshiroft, autori i një tefsiri të Kuranit shumë të famshëm, thot dituria patjetër duhet në vete të ngërthen në nshtrimin e zemrës. Se ne kur themi duhet me ditë se çka do të thonë fjala la ilaha illallah, që është një kusht i kësaj fjale, kjo nënkupton në nshtrimin e zemrës në atë kuptim që kërkohet të mësohet. Pra zemra duhet t'i përkulet dhe ta pranoj, ta pranoj këtë gjë, se adhurimi i takon vetëm Allahut dhe çdo adhurim që i drejtohet dikujt tjetër përveç Allahut është i kot. Dhe pastaj të veprojmë me këtë. Do thonë zemra duhet këtij koncepti të nënshtrohet. Zemra duhet të nënshtrohet këtij kuptimi që duhet ta dimë ne, pastaj të veproj sipas tij. Kjo është ajo detyria që kërkohet si kusht i fjalës së bukur. Pra, do thonë të pranojmë esencën e tauhidit ose monoteizmit, besimit në njëshmërinë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo gjë është obligim për çdo musliman. Thon këtu nuk ka diçka që e di, nuk e di. Thon këtë gjë duhet ta ketë në zemër secili musliman. Pra është farz ain, siç quhet në gjuhën e shariatit. Është një obligim individual për secilin person. Dhe nuk bie kjo obligim nga askush, por se çdo njeri, si thot Abdurrahman Saadi, është i detyruar që ta njeh këtë gjë, se vetëm Zoti është, vetëm Allahu është Zoti i vërtet, vetëm ata duhet ta adhurojmë. Ktu nuk ka shumë, nuk është e komplikuar këtë gjë. Për me qenë i thari fjalës së bukur, duhet ta ketë në zemër secili njeri. Nëse mendon dikush se fet për shembull janë të gjitha njësoj, të gjitha, urdhërojnë që të adhurohet një kult, një Zot, atëherë nuk është i thari fjalës së bukur. Për arsye se i tharët e fjalës së bukur besojnë se Zoti vetëm që meriton të adhurohet është Allahu dhe adhurimet tjera që i drejtohen dikujt tjetër përpost tij janë politeizëm. Janë politeizëm. Tash parashtrohet pyetja: cilat janë rrugët për të arritur deri te ky përfundim, deri te kjo njohuri, deri te ky kusht që është dituria? Ka disa rrugë. Andaj dietari Abdurrahman Saadi, Allahu e mëshiroft, kur ndalet dhe komenton në tefsirin e tij fjalën fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina walil mu'minat wallahu ya'lamu wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Allahu i di lëvizjet e juaja dhe vendqëndrimin tuaj. Kur ndalet dhe komenton, dije se Allahu është Zoti i vetëm që meriton të adhurohet. Përmend rrugët që të çojnë deri te ky përfundim, deri te kjo njohuri, se Allahu është Zoti i vetëm i denjë që meriton të adhurohet. Do të përmendim disa prej atyre rrugëve për arsye se kjo është e rëndësishme. Nëse dikush thotë unë nuk e di se Allahu është Zoti i vetëm që meriton të adhurohet. Si mund ta mësoj se Allahu është Zoti i vetëm që meriton të adhurohet? Si mund ta mësoj këtë gjë? Vetëm duke thënë fjalën la ilaha illallah? Jo. Ka shumë mënyra për të arritur deri te përfundimi se Allahu është Zoti i vetëm që meriton të adhurohet. Mënyra e parë dhe më e rëndësishmja është meditimi rreth emrave të bukur dhe cilësive të përkryera të Allahut të madhruar. Dhe meditimi rreth veprave të Allahut subhanahu wa taala që janë veçori e tij e të cilët janë të përkryera. Meditimi rreth madhërisë së Allahut subhanahu wa taala. Të gjitha këto të detyrojnë, që ti të japësh mundin tënd për të adhuruar këtë Zot, të përsosur, të cilit i takon çdo falëndrim dhe çdo madhërim, i cili është i lartësuar dhe i cili është,
deri në përsosuri është i bukur. Dhe jo rastësisht në Kur'anin famëlar, gati se çdo ajet kuranor përfundon me ndonjë emër prej emrave të bukur të Allahut subhanahu wa taala. Andaj përsëritja kaq e madhe e emrave të Allahut që në vete ngërthejnë cilësitë e Allahut subhanahu wa taala, atributet e Zotit. Për arsye se kur thuhet për Allahun subhanahu wa taala se ai quhet, për shembull, quhet i gjithfuqishmi. Kjo tingëllon në gjuhën tonë sikur sa është mbiemër, sikur sa është atribut. Po në fakt ajo është emër i përvetshëm i Allahut, El-Alim. El-Alim i gjithdijshmi, po gjithashtu tregon se ashtu siç është emërtuar me këtë fjalë që në veten bart një kuptim, ai kuptim është atribut i Allahut subhanahu wa taala, që nuk ndodh me krijesat. Për arsye se krijesat mund të kenë emra të bukur, por në realitet janë ata shumë të këqij dhe nuk përputhet kuptimi i emrave të tyre me realitetin dhe me gjendjen e tyre. Kurse te Allahu subhanahu wa taala ai që është i përsosur, do thonë kjo është e përputhur 100%. Ashtu sikur se quhet kuptimi i emrit të tij është edhe cilësi e Allahut subhanahu wa taala. Andaj ka një vlerë të veçantë që të ndalemi dhe ta njohim Allahun përmes emrave dhe cilësive të tij, se kjo është rruga më e madhe për ta njohur Zotin tan. Atëherë kur ta njohësh Allahun me emrat e tij të bukur dhe me atributet e tij të përsosura, do ta ndjesh veten të detyruar për ta adhuruar këtë Zot. Do ta ndjesh veten të detyruar për ta adhuruar këtë Zot. Andaj edhe ka vlerë të madhe me mësua emrat e Allahut dhe me mësu kuptimin e emrave të Allahut subhanahu wa taala dhe me u mundu me vepru sipas kuptimit të emrave të Allahut subhanahu wa taala. Dhe të mundohesh që reflektimi i këtyre emrave, i cili është i veçantë për çdo emër, gati se çdo emër i Allahut subhanahu wa taala për ata që i njeh ato dhe i beson ato dhe mundohet të gjej dritën e këtyre kuptimeve të emrave, më thon çdo emër i Allahut subhanahu wa taala më thon tragje të veçanta në zemrën dhe shpirtin e besimtarit. Andaj njihe Zotin tënd dhe do të bindesh sa ai është Zoti vetëm që meriton të adhurosh. Si ta njohësh? Nëpërmjet emrave, cilësive të tij, veprave të Allahut subhanahu wa taala që janë cilësitë e tij, madhërisë së Allahut subhanahu wa taala, bukurisë së tij, do thonë të përsosur dhe do të vish te përfundimi se Zoti i përsosur i vetëm është Allahu subhanahu wa taala dhe të gjitha zotrat tjerë thonë janë të kotë. Kjo është mënyra e parë. Mënyra e dytë për ta njohur Allahun. Normalisht, më thonë unë i përmendi shkurtimisht, megjithëse këto janë, më thonë, tema që mund të trajtohen edhe më gjatë dhe më thonë me një zbërthim më të gjerë. Mënyra e dytë për ta njohur Allahun, për plotësuar, pra për të arritur deri te ky kusht i rëndësishëm i fjalës la ilaha illallah, që është dituria, është më thonë dija se Allahu subhanahu wa taala është i vetmi që mund të krijoj dhe të planifikoj gjithësinë. Don bindja se Allahu është i vetmi që është krijues. Mund të thotë dikush, po si mund ta dim se Allahu është i vetmi krijues? Allahu subhanahu wa taala në Kur'an i sfidoi të gjithë njerëzit që të krijojnë një insekt. Dhe më thonë, kur i sfidoi Allahu subhanahu wa taala në kuptimin filozofik fjala krijim, nënkupton të bësh të ekzistojë diçka nga mos ekzistenca. A është në gjendje dikush ta bëjë këtë përpos krijuesit? Nuk është në gjendje askush përpos Allahu subhanahu wa taala. Andaj gjithë ajo që e bëjnë njerëzimi me veprat e tyre të ndryshme artistike, me veprat e tyre të ndryshme, me thonë në arkitekturë dhe në lëmet e ndryshme të kësaj bote. Ata nuk janë krijues në realitet, por se vetëm tjetërsues të formave të ndryshme që i gjejnë në natyrë. Krijimi si nocion filozofik nënkupton të bësh të ekzistojë diçka nga asgjëja, jo nga kombinimi dhe nga zbulimi i proceseve të ndryshme të natyrës që i ka krijuar Allahu i madhruar. Ajo nuk është krijim. Andaj krijimi me këtë kuptim është një veçori e Allahut. Kur bindesh, dhe këtu mund të
më thonë studiohet kjo çështje, kur të binde se Allahu është i vetmi krijues, i vetmi i cili kontrollon gjithësinë dhe dirigjon gjithësinë, dhe s'ka asnjë forcë tjetër që mund të ngjasohet me Allahun në këtë çështje, atëherë do të bindesh se i vetmi që meriton të adhurohet është Allahu subhanahu wa taala. Ky është krijuesi. Do thënë, krijuesi, rregulluesi dhe planifikuesi i gjithësisë është ai i cili meriton të adhurohet. Mënyra e tretë, më thonë, për të arritur deri përfundimit të dituria se Allahu është Zoti i vetëm që meriton të adhurohet, është dituria se Allahu subhanahu wa taala është i vetmi që i jep begatit e dukshme apo të padukshme, begatit fetare apo të dynjas. Dhe kur të arrish deri tek e përfundim, se begatit e ndryshme të cilat ti posedon, janë të Allahut subhanahu wa taala. Qofshin ato dukshme apo ato të cilat nuk duken, qofshin ato fetare apo të dynjas. Kur të arrish te përfundimi se këto nimete të ndryshme që i posedojnë njerëzit, Allahu subhanahu wa taala, duke filluar prej trupit tënd, prej gjendjes tënde, prej moralit, sistemit moral që e ka venduar Allahu subhanahu wa taala në shpirtin e njerit. Të gjitha këto begati, më thonë, i përkasin ai i cili i dhuron ato, është Allahu subhanahu wa taala, atëherë, më thonë, do të lidhet zemra yte duke e dashur dhe duke adhuruar këtë Zot i cili i jep këto begati. Rruga e katërt është ajo që e shohim dhe ajo që ndëgjojmë për vlerën e njerëzve të cilët adhurojnë vetëm Allahun subhanahu wa taala, për ndihmën dhe për krahjen që e jep Allahu subhanahu wa taala, dhe për dënimin e atyre të cilët nuk adhurojnë Allahun subhanahu wa taala, por se këtë vepër që duhet t'ia bëjnë vetëm Allahut t'ia drejtojnë dikujt tjetër përpos tij. Thon, kur ndalesh dhe të meditosh për të mirat, për ndihmën dhe për krahjen që Allahu subhanahu wa taala u jep njerëzve të cilët kanë realizuar besimin në njëshmërinë e Zotit, kanë realizuar tauhidin, atëherë, domethënë, do të bindesh, domethënë, dhe për begatit që Allahu subhanahu wa taala u jep i tharëve të besimit në njëshmërinë e Allahut subhanahu wa taala, dhe nga ana tjetër dënimin që Allahu subhanahu wa taala lëshon mbi politeistët, të gjitha këto të çojnë deri tek dituria se i vetmi i cili meriton të adhurohet është ky Zot i cili privilegjon dhe i ndihmon dhe i përkrah robërit e tij të sinqertë, të cilët adhurojnë vetëm Allahun subhanahu wa taala. Rruga e katërt, pestë në fakt, për të arrit deri te njohuria dhe dituria se vetëm Allahu meriton të adhurohet, është njohja e atributeve të idhujve të ndryshëm, të cilët adhurohen përpos Allahut subhanahu wa taala, zotrave të ndryshëm të cilët adhurohen përpos Allahut subhanahu wa taala. Të njohësh atributet e tyre. Dhe do të shohësh se të gjithë zotrat tjerë përpos Allahut që adhurohen, zotrat e rrejshëm, të gjithë ata, do të, domethënë, vish deri te përfundimi se cilësia e përbashkët të gjithë atyre, emëruesi i përbashkët i të gjithë atyre, është varfëria e qenjeve të tyre, të cilat nuk zotrojnë as për vetvete, as për të tjerat ndonjë dëm ose dobi, të cilat, domethënë, nuk kanë në dorën e tyre vdekjen, jetën, ringjalljen, dhe nuk mund t'ju dalin në ndihmë atyre të cilët i kanë adhuruar. Edhe këtë s'mund ta bëjnë. Nuk mund të bëjnë dobi as sa një grimc. Nuk mund të largojnë as sherrin më të vogël nga prej teje. Të gjitha këto cilësi janë karakteristike për idhujt e ndryshëm. Qofshin ata ide, qofshin ata njerëz të cilët janë trajtuar sikur se zotra. Të gjitha ata, prandaj për shembull Isait alayhis salam, kur t'i thot Allahu subhanahu wa taala, anta qulta lin-nasi ittakhaduni wa ummi ilahaini min dunillah. Allahu do ta pyesë Isa alayhis salam, që është një profet i zgjedhur i Allahut. Është një prej profetëve më të zgjedhur nga të gjithë profetët. Do të thotë Allah, ti ju ke thënë njerëzve
më konsideroni mua dhe nënën time zotra përpas Allahut? Qale subhanak. Thot i madhruar je o Zot dhe patmeta. Ma yakunu li an aqula ma laysa bihaq. Nuk më takon mua ta them atë që s'është e vërtetë. In kuntu qultuhu, nëse unë e them, faqat alimte, ti e di. Nëse unë e kam thënë këtë gjë, ti e di. Mirë, Allahu subhanahu wa taala e di çai se ka thënë këtë gjë. Allahu subhanahu wa taala në Kur'an për Isain alayhis salam dhe për nënën e tij Merjemen alayhis salam, thotë se ata kanë ngrënë ushqim. Kana ya'kulani at-ta'am. Ata kanë hangër. Janë ushqyer, kanë hangër dhe kanë pi. Çfarë më thon kjo? Pse Allahu subhanahu wa taala e potencon se ata kanë ngrënë ushqim për arsye se Zoti i vërtet nuk ushqehet. Allahu subhanahu wa taala nuk ushqehet, ajo është i panevojshëm për ushqim. Krijesat kanë nevojë për ushqim, sa është krijesë. Dhe ai i cili ushqehet, pastaj më thon ka edhe nevoja të tjera që vijnë si rezultati i ushqimit, nevoja të ndryshme fiziologjike. Dhe njohja e cilësive të gjithë zotrave tjerë që adhurohen përpos Allahut subhanahu wa taala të ndihmon të kuptosh dhe të arrish deri tek dituria se vetëm Allahu është Zoti i vetëm që meriton të adhurohet. Dhe të gjithë të tjerë, qofshin me dëshirën apo pa dëshirën e tyre që janë adhuruar, nuk janë gjë tjetër përpos se krijesat të cilët nuk kanë në mundësitë e tyre të i bëjnë dobi vetvetes. E lere më dikuj tjetër prej adhuruesve të tyre. Rruga e 6 për të arritur deri tek njohuria se vetëm Allahu është Zoti i vetëm që meriton të adhurohet, është njohuria se të gjitha librat e Allahut subhanahu wa taala pajtohen rreth kësaj çështje. Më thanë, të gjitha librat e Allahut subhanahu wa taala që i dim dhe që nuk i dim, kanë theksuar se vetëm Allahu duhet të adhurohet. Jo dikush tjetër prej krijesave. Librat e shpallur. Thonë është një realitet. Andaj edhe në Bibël, për shembull, nuk gjem raste, citate ku nxiten njerëzit të adhurohet Isa alayhis salam, por se të adhurohet, më thon, krijuesi. Më thon, ky pajtim i të gjitha librave të shpallur na bën me dije, na ndihmon të kuptojmë dhe të arrijmë deri tek dituria se vetëm Allahu subhanahu wa taala Zoti i denj për të adhuruar dhe sa adhurimet tjera që i bën zotrave tjerë janë të kotë. Rruga e 7 për të arritur deri tek dituria se vetëm Allahu subhanahu wa taala meriton të adhurohet është se njerëzit më të zgjedhur, të cilët janë edhe njerëzit më të përkryer, sepse Allahu subhanahu wa taala i ka zgjedhur ata të përkryer në cilësitë e tyre, në mendjet e tyre, në shpirtat e tyre, në pamjen e tyre kështu me radhë. Njerëzit më të përsosur në sjellje, në arsye, në logjik, janë të dërguarit Allahut subhanahu wa taala, të cilët kanë dëshmuar të njëjtën gjë. Unë në fillim, në pjesën e parë të emisionit, i përmenda për shembull për ajetet e përgjithshme ku Allahu subhanahu wa taala thotë se çdo pejgamber që e kemi dërguar te një popull, e kemi urdhëruar me një gjë. Me çka? Me fjalën e bukur. Eni abudullaha wajtanibut tagut. Adhuroni Allahun dhe largohuni nga adhurimi tjetër kujt përpas Allahut subhanahu wa taala, qoftë kush qoftë ai. Pa marr parasysh kush është ai. Duhet të adhurohet vetëm Allahu subhanahu wa taala dhe të braktisën zotrat tjerë. Pastaj kjo përmendet për Nuhin alayhis salam si rasuli i parë në tokë, si dërguari i Allahut i parë në tokë. Pastaj përmendet për Hudin, Salihin, për Ibrahimin, për Isain alayhis salam, për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, për të gjithë pejgamberët, do thonë kanë dëshmuar këtë, do thonë të njëjtën gjë. Dhe rruga e fundit për të arritur deri te njohuria dhe dituria se Allahu është Zoti vetëm që meriton të adhurohet, që është shumë e rëndësishme, janë argumentet e ndryshme që Allahu i ka lënë tek njerëzit në vetë trupat e tyre dhe në natyrë dhe në gjithësi. Dhe kjo është një gjë të cilën e ka potencuar Allahu subhanahu wa taala në Kur'an. Thotë senurihim ayatina fil afaqi
wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Thot Allahu, ne njerëzve do t'ju tregojmë shenja në gjithësi, në horizonte dhe në vetvetet e tyre se Kurani është i vërtet dhe se pejgamberi është i dërguar i vërtet. Dhe këtu aq shumë argumente ka. Nga nëse meditojmë për shembull ligjet e ndryshme të natyrës, të gjithësisë, në thënë nëse thellohemi në astronomi, në krijesat e ndryshme dhe të çuditshme dhe sistemin e jetës së tyre, do të bindemi se ata kanë një krijues, një planifikues, një njeri që i ka krijuar me dituri. Dhe kjo na çon deri te dituria se Allahu është Zoti i vetëm që meriton të adhurohet. Pra, gjithçka që ka, andaj është një thënie e urtë arabe ku thuhet wa fi kulli shay'in ayatun tadullu ala annahu wahid. Në çdo gjë ka shenjë që tregon se Allahu subhanahu wa taala është i vetëm. Pra këto janë 8 mënyrat për të arritur deri tek dituria se Allahu është Zoti i vetëm që meriton të adhurohet, që është një kushti i parë i rëndësishëm për të realizuar fjalën e bukur, fjalën La ilaha illallah.